këshillat e një dietari dhe urtari të këtij ummeti, të Zejnul Abidinit, të cilat ja ka dhënë fëmijës së tij, djalit të tij, dhe cilat janë shumë të vlefshme edhe sot, edhe nesër, dhe do të jenë të tilla me lejen e Zotit deri në ditën e llogarisë. I biri i tij Muhamedi rrëfen se një ditë babai më ka thënë kësaj: o birim, do të porosis për disa gjëra, që 5 veta të mos i shoqërosh kurrë, të mos qëndrosh me ta dhe të mos marrësh rrugë kurrë me ta. I thash: o babaim, tu bëfsha kurban. Po kush janë këta 5 veta? Tha: i pari është njeriu mkatar, i cili të shet për qoftë një kafshat buke apo edhe më pak. I dyti është njeriu koprac, i cili të braktis në kohën kur ke më së shumti nevojë për paranë e tij. I treti është gënjeshtari, i cili është sikur mirazhi, ta largon të afërten dhe ta afron atë që është larg. I katërti është budallai, mos e shoqëron nga se ai duke dashur të bëj mirë të bën keq, dhe i pesti është njeriu i cili i shkëput lidhjet familjare. Mos e shoqëro nga se në Kur'an unë kam gjetur që ky njeri është i mallkuar në 3 raste. Pra është një porosi e çmuar, porosi me vlerë, për të birin që disa njerëz me tipare të caktuara të mos i shoqëroj, për shkak se ata mund ta çorientojnë, ata mund ta lajthisin, ata mund ta devijojnë nga rruga e drejtë, dhe kështu ai mund të përfundojë i humbur dhe devijuar. Përkundrazi, të përzgjedhë shoqërinë ata që kanë tiparet e kërkuara fetarisht, ata që ndihmojnë në rrugën e Allahut te bareke ve teala, ata që janë krah për të mirën.